nuk kemi hezituar të ngrejmë zërin kundër vendimeve të padrejta ndaj krerëve të UÇK-s, se qeveria nuk ndërhyn procedura gjyqësore gjatë këtyre 5 viteve e gjysmë, gjithsej janë ndarë nga Republika e Kosovës mbi 37 milion euro për mbrojtjen e të akuzuarve padrejtësisht në Hagë. Po e ke pas mundësinë me rrit fundin mbrojtës, sepse e den dhe je njoftuar në detaje që nuk është i mjaftueshëm. Në ndër, krejt fuqin e ki me zhbë atë gjykatë. Qeveria e Republikës Kosovës e trajton me seriozitet plot çdo shqetësim që lidhet me respektimin e drejtave të njerëzit, përfshirë edhe dhomat e specializuara të Kosovës. Në këtë drejtim, komunikimi institucional me partnerët ndërkombëtar është i vazhdueshëm dhe i strukturuar, duke u zhvilluar në mënyrë të përgjegjshme dhe në përputhje me natyrën e ndjeshme të proceseve gjyqësore. Po ashtu nuk kemi hezituar të ngrejmë zërin kundër vendimeve të padrejta ndaj krerëve të UÇK-s, siç ishin për shembull mos lejimi i ish-presidentit Thaçi për të marrë pjesë në varrimin e babait të tij, si dhe pranimi i dokumenteve zyrtare të shtetit gjenocidal të Serbisë si prova në procesin gjyqësor atje. Qeveria nuk ndërhyn procedura gjyqësore dhe as nuk ka qasje të drejt për drejt në informacionet operative të proceseve në zhvillim. Megjithë këtë, kjo nuk përjashton përgjegjësinë tonë për të ngritur çështjet të karakterit parimor dhe për të kërkuar standarde të larta të transparencës dhe të respektimit të drejtave themelore. Në këtë kuadër, në komunikimin zyrtar drejtuar zonjës Ekaterina Trendafilova, unë kam theksuar se nga perspektiva institucionale e sigurisë së Republikës Kosovës nuk ekzistojnë rrethona që do të pengonin qëndrimin e të akuzuarve në territorin e vendit ton gjatë zhvillimit të procedurave, duke garantuar kapacitetin e plot të institucioneve për të siguruar mbarvajtjen dhe integritetin e procesit. Gjatë këtyre 5 viteve e gjysmë, gjithsej janë ndarë nga Republika e Kosovës mbi 37 milion euro për mbrojtjen e të akuzuarve padrejtësisht në Hagë. Pra nuk jemi kursyer për t'i mbrojtur me avokatët që janë përzgjedhur prej vetë atyre. Kontributi më i madh që unë si kryeministër e kam dhënë për këtë çështje është kur si deputet i Kuvendit Republikës nuk e kam votuar ndryshimin kushtetues dhe as ligjin për dhomat e specializuara në Kosovë. Fillimisht i përmendë fundet janë jashtëzakonisht të rëndësishme, mirë po e ke pas mundësinë me rrit fundin mbrojtës, sepse e den dhe je njoftuar në detaje që nuk është i mjaftueshëm. Në ndër, krejt fuqin e ki me zhbë atë gjykatë, pasi që e kaq shumë kundër saj dhe e tha që nuk e ke votu. Pse nuk e merr iniciativën me zhbë atë gjykatë? E dim të gjithë standardet të cilat janë duke i apliku. Qetësi. Dhe kryeministër mbi të gjitha, duke i mbrojt çlirimtarët tonë, e ki parasysh që e mbron historinë dhe e mbron të drejtën tonë për të qenë shtet, e mbron luftën tonë çlirimtare. E mbi të gjitha, kryeministri mbron të ardhmen e këtij vendi.